Ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë po afron dhe për shumë kënd kthehet në mendje takimi i famshëm i 11 viteve më parë në Beograd. Një protagonist i asaj nate ka qenë dhe Alban Hoxha, pjesë e kombëtares shqiptare që kaloi momente të ankthit në Beograd. Para sfidës së radhës me Serbinë, portieri ka treguar kujtimet e tij nga ajo natë në një intervistë për Sport News në News 24. Hoxha shpreh besimin se kjo kombëtare ka më shumë forcë dhe do të fitojë përsëri përballë serbëve, këtë herë edhe në fund të 90 minutave në fushën e lojës. Alban e kujton shpesh atë sfidë ndaj Serbisë, e diskuton shpesh me miqt apo të afërmit, e kujtoj shpesh dhe ma kujtojnë. Ka qenë ndeshje e vështirë, ishte momenti që unë sapo kisha arritur në kombëtare, nuk e mendoja që do ndodhnin ato gjëra në kombëtare, deri në ato momente po luanim mirë, djemt me të vërtet janë treguar heronj me atë që dha në fushë. 11 vite më pas çfarë do veçoje, cili është ai moment që nuk do e harroje kurrë. Nga ndeshja do ta veçoj gjithë momentin që kemi shkuar në ndeshje që nga mbërritja në aeroport, çdo gjë ishte kaos, në momentin që dolëm në nxemje me ato thirrje raciste ishte e vështirë për ne, ne ja dolëm shumë mirë gjithsesi. Çfarë mendove kur na ra shorti sërish me Serbinë? Cila ishte gjëja e parë që të shkoi ndërmend? Direkt më shkoi në mendje ndeshja që ka kaluar me Serbinë, deri diku më erdhi mirë, kemi mundësinë që të tregojmë veten sërish, pse jo të marrim 3 pikshin dhe të gëzojmë tifozët. I druhesh ndonjë incidenti, ndonjë droni, edhe pse duhet thënë që edhe 11 vite më parë në Elbasan Arena nuk ndodhi gjë. Jo, nuk mendoj, pas janë marrë masa drastike, unë mendoj se do të jetë tifozëria karikuar në maksimum. Çfarë sfide pret më 7 qershor, si e sheh sot sfidën Shqipëri-Serbi? Mendoj se me ekipin që është aktualisht mund të përballemi me të gjithë, pres që tifozëria jonë të kënaqet, besoj se do ta fitojmë këtë ndeshje. Si ndikon presioni një sfide të tillë? Sa e vështirë do të jetë për shqiptarët e Kosovës? Besoj se ndikon, më shumë është emocion i bukur, patjetër përgatitja e lojtarëve do të jetë shumë më përpara, një lojtar profesionist mezi pret këtë ndeshje. Pjesa e tifozërisë do i karikojë lojtarët më shumë. E vendos kjo sfidë fatin e Shqipërisë, ndeshja që duhet fituar është kjo? Nuk mendoj që është vetëm kjo ndeshje për fatin e Shqipërisë. Me këtë 3 pikësh shkojmë 6 pikë. Anglinë vështirë se do e kapi me pikë. Vendi 2 do ishte gjë e bukur. Si e sheh sot Shqipërinë, Alban? Si të duket sot ekipi përfaqësues në raport me atë ekip të Djepbjazit ku dhe ju u bënit pjesë? Edhe ai ekip ka qenë i mirë. Ky Silvinjos është akoma më i mirë pasi kemi lojtarë që luajnë në kampionate të forta. Kemi grup të kompletuar. Çfarë do i jepje nga ai ekip? Nuk ndaj lojtarët. Besoj se në këtë kombëtare pjesa e sulmit është më efektive se në atë kohë që kemi qenë ne. Kur mendon se do të vendoset kjo ndeshje? Ku ke më shumë besim? Kjo ndeshje do vendoset në të gjitha repartet, duhet të jemi të gjithë bashkë, pastaj kush e bën golin është i fundit që merr meritat, për mua meritat i kanë të gjithë, që nga porta deri te sulmi. Në fund një koment për Partizanin, e nisni nga Europa për të vijuar me përgatitjen e ekipit për sezonin e ri, çfarë duhet të presin tifozët? Do ndryshoj goxha ekipi këtë vit. Shpresoj që të jenë lojtarë që japin maksimumin për Partizanin. Jemi para ndeshjeve të Europës, shpresoj që të kalojmë 1 ose 2 turne, është si objektiv, pastaj duhet menduar për kampionatin.